Një sondazh i publikuar në emisionin Top Story ka treguar tendencat aktuale të votuesve shqiptar nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot. Sipas të dhënave, Partia Socialiste PS do të fitonte me 49.2% të votave, ndërsa Partia Demokratike PD do të siguronte 35.7% të mbështetjes, ndërkohë partitë të tjera janë: Shqipëria bëhet 6.8%, Mundësia 1.6%, PSD 1.2%, Lëvizja Bashk 0.9%, Koalicioni Euro-Atlantik 0.7%, Nisma Thurje 0.2%, partitë të tjera 0.3%, të pavendosur refuzoi të përgjigjen 3.4%. Sipas sondazhit, përqindja e pavendosur mbetet e ulët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.